Ka nisur në GKK seanca për kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj, ku do të vendoset nëse do të kalojë apo jo për gjykim. Dosja ndaj tij sot ka vajtur në seancë vet Veliaj, ku ka ngritur një sër akuzash ndaj mënyrës se si po trajtohet çështja. Veliaj ka deklaruar se është paraqitur për herë të parë personalisht në këtë fazë dhe ka theksuar se mungesa e tij e mëparshme nuk lidhej me mosrespektim ndaj gjykatës. Ai ka sqaruar se nuk ka patur akses në asnjë dokument të dosjes, e cila përfshin rreth 60.000 faqe. Sipas tij, prokuroria i ka dorëzuar mbrojtjes vetëm një USB që ai nuk mund ta përdorë në paraburgim. Ai ka thënë se ky fakt e kalon pa mundësi të përgatitë mbrojtjen, ndërsa akuza ndaj tij për pastrim parash, korrupsion pasiv në disa episode, mosdeklarim pasurie, shpërdorim detyre dhe futje të sendeve të ndaluara në qeli, kërkon transparencë të plot për të shqyrtuar. Veliaj ka kritikuar fort vendosjen e tij në kafazin e Sallës. Ai është mbështetur në jurisprudencën e Gjykatës Evropiane të drejtave të njerëzit dhe ka përmendur disa çështje ku gjykatat e vendeve të tjera janë penalizuar për të njëjtën praktik. Ai ka sjellë në vëmendje se gjatë seancës në gjykatën kushtetuese, disa ditë më parë ka qenë i ulur dhe jo i izoluar. Sipas tij, trajtimi aktual krijon paragjykim dhe dëmton të drejtën për mbrojtje efektive. Kryebashkiaku ka paraqitur 3 kërkesa konkrete për gjykatën: heqjen e menjëhershme të kafazit, dorëzimin e plotë të aksesueshëm të akteve të dosjes dhe shtyrjen e procedurës, derisa t'i garantohet e drejta për mbrojtje reale. Ai ka thënë se nuk mund të marrë pjesë në një proces ku nuk ka qasje në dokumente dhe ku pozicionimi fizik e paraqet si person të rrezikshëm pas një bazë.